Përshëndetje. Shikoni shkollës Skënder Libohova i ka dalë pronari. Nxënësit e shkollës Skënder Libohova në Lushnjë janë duke u përballur me një situatë të pazakontë, pasi derës kryesore të godinës i ka dalë një pronar që pretendon se toka është e tij dhe fëmijët nuk duhet të kalojnë atje. Sipas prindërve, tashmë e vetmja mënyrë se si fëmijët të hyjnë brenda shkollës është të përdorin derën e dytë që ndodhet mbrapa godinës. Jemi ankuar te policia bashkiake, asnjë përgjigje. Të gjendur në këto kushte, kur pronari pretendon se është toka e tij, të vegjëlit detyrohen që të kalojnë në një rrugë me balltë për të hyrë në godinë. Ajo që e bën këtë histori të çuditshme është fakti se institucionet kanë heshtur. Prindërit janë ankuar disa herë në Bashkinë e Lushnjës, në Policinë Bashkiake dhe madje kanë dërguar kërkesë me shkrim për zgjidhje të menjëhershme, por nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Për sa kohë pronari tu bllokoi derën e shkollës fëmijëve dhe bashkia të vazhdoi të mos marrë masa, fëmijët do përdorin rrugën me balltë për të shkuar në klasë. Ju lutem, nëse është e mundshme, postoni se po na ftohen fëmijët.